Ethet e Nilit perëndimor që kanë prekur disa qytetarë në Shkup kanë arritur alarmin në rajonin e Pollogut. Përballë këtij rreziku shëndetësor, komunat e këtij rajoni janë vënë në lëvizje për dezinsektimin e mushkonjave dhe insekteve, por me ritme dhe periudha të ndryshme. Komuna e Tetovës dezinsektimin e fundit e ka realizuar më 6 korrik. Nga veçeverisja lokale thonë se aksioni i radhës është planifikuar për ditën e hënë, por realizimi i tij mbetet në dorë të kushteve atmosferike. Dezinsektimi i radhës do të bëhet ditën e hënë, nga ora 22, varësisht nëse do të ketë kushte të përshtatshme atmosferike, në qoftë se po sigurisht do të kryhet të hënën, në qoftë se nuk ka, do të ngel për një ditë tjetër. Ju bëjmë apel gjithë qytetarëve që të respektojnë masat mbrojtëse dhe gjithë ky proces të përfundimit. Ndryshe nga Tetova, në komunën e Zhelinës thonë se kanë përmbushur tashmë këtë obligim ligjor e shëndetësor. Komuna e Zhelinës e ka përmbushur obligimin e saj lidhur me dezinsektimin, procesi është realizuar gjatë javës së kaluar në kuadër të masave të parapara për mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit publik. Masa mbrojtëse pohojnë se kanë ndërmarrë edhe në komunën e Arcës, ku territori i saj tashmë është spërkatur kundër insekteve. Duke marrë parasysh përhapjen e mushkonjeve në disa qytete të vendit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, gjithashtu edhe ne si komunë rurale kemi marrë masa në kohë, është bërë në ditët paraprake, do të thotë në javën e kaluar është bërë dezinfektimi dhe dezinsektimi i gjithë rajonit të komunës së Arcës, me vetëm qëllim për parandalimin e përhapjes së mushkonjave, që gjithashtu të jetë në prioritet të pas shëndeti i gjithë. Nga Qendra për Shëndet Publik në Tetovë bëjnë me dije se ditë më parë, procesi i dezinsektimit është përmbyllur me sukses edhe në territorin e komunës së Bukovinës. Mjekët rekomandojnë që gjatë orëve të mbrëmjes qytetarët të shmangin qëndrimin afër urave të amullt dhe të përdorin mjete mbrojtëse, ndërsa nga bletarët kërkohet të mbajnë të mbyllur koshiqet gjatë kohës sa kryhet spërkatja nga toka.